Tashti nëse mu mi ka fal zoti asetet, nuk do me thonë që unë e duna mu një siklet nëse dal në rrugë. Se ma shumë jonë marrë me veshjet e mija të Elizabeta Franqit, se sa me storjet ose kronika që i kom realizu. Veç u kësha thonë mashkujve shqiptar, do me thonë përgjithsi, mos dazni, mos u nxehni, ka dal. A e ke ndjerë ndonjëherë që si grua në ekran njerëzit merren më shumë me jetën tënde private se sa me punën që bën? Po është e vërtet se ma shumë jonë marrë me veshjet e mija të Elizabeta Franqit, se sa me storjet ose kronika që i kom realizu. Nashta njerëzit nuk e din që unë e kom dalë në shi e mborë, kom raportu për zgjedhje, ato do me thënë e është dash në shku në shpen ashta me lshu furrën mundze, ato njerëzit nuk e din dhe nuk ju interesojnë shumë, ma shumë ju interesojnë veshjet e mija ose paraqitja që e kom. Në një vend si i yni është më lehtë për një grua të dëgjohet kur flet me mend apo kur flet me pamje? Kohëve të fundit, po mdo që ma shumë, kur po folin me pamje, po menoj që kur i ka të dyat, ka ma mirë. Sipas teje, si është gruaja kosovare e vitit 2025? E pavarur e me vetbesim apo ende në luftë në një shoqëri që paragjykon? Jam shumë happy që sot, do me thonë femnat, vendosin vetë, në shumë raste për vetën e vetë.